Përshëndetje, mua më quajnë Sonic. Unë jetoj në Green Hills, në vendin më të bukur në planet. E po si pas meje po. Në Green Hills unë mbroj qenje që jetojnë me mua nga kthetrat e të keqit Eggman. E po jo çdo gjë shkon si pas plani gjithsesi. Por në momentin që shpëtova një zog, ai më tha se kanë rrëmbyer miqtë e tij. E po kush ishte? Dije që është Eggman. Keqbërësi më i çmendur që mund të ekzistojë. Por çfarë do ai vallë? Gjithsesi ti lëm pyetje që kemi brenda në kokë, por të shpëtojmë qenjet e pafajshme si fillim. Por pasi shpëtova qenjet nga kthetrat e Eggmanit, diamantët Esmerald mu shfaqen para meje. Të paktën e rëndësishme është që janë në destinacionin e tyre pavarësisht që do doja t'i kisha këtu. E po miq, shihemi në episodin e radhës. Ja ku rikthyem sërish në një episod tjetër në seritë e mia. Sot nuk do të flas për veten time, po për miqtë e mi. Ja ku kemi Amy Rose, shoqja ime më e mirë. E po siç e shikoni, ajo është e ardhmë me letra taroti. Dhe fati nuk po i deli mirë. Amy duket pak e nervikosur nga fati që është destinuar, por tani po bën lëvizjen e dytë me letra taroti, duke shpresuar që fati mund të ndryshojë nga çasti në çast. Dhe ja pra, ku gjithçka i shkoi mirë. Fati i Emit nuk ndryshoi pavarësisht gjithçkaje. Më vjen keq Emi, por realiteti duhet pranuar. Në një ditë të bukur me diell unë po bësha gati për një shëtitje, ose le ta themi më ndryshe si Soniku që jam, gati për një aventurë të re. Ups, më fal, kësaj radhe ta shkatrova të ardhmen. Tani do t'ju tregoj një histori se si e njoh amikun tim Tails. Atë të shkretin po e ndiqnin disa dhelpër dinake dhe po e bullizonin. Tails ishte kreti vetëm, derisa në çastin më të papritur e ndihmova unë. Një njohje shumë e rastësishme midis meje dhe Tails, por që atëherë ne u bëm miq, ortak dhe vëllezër të pandashëm midis njëri tjetrit. Prandaj thash që po bësha gati për një aventurë të re, sepse çdo shëtitje e imja kthehet në aventurë. Shihemi në serinë e ardhshme. Tani do të prezantoj keqbërësin më të çmendur Eggman, armiku im i përbetuar. Jo se nuk e prezantova në serinë e parë, por dua t'ju njoh më mirë me të. Eggman zbriti në planetin Tok me planin e tij të dështuar. Ishte aq i zgënjur sa që ulëriste nga inati. Ndërkohë që Eggman po ulëriste nga inati, nga mbrapa sheh Knucklesin, një nga miqtë e mi i cili dëshironte një hakmarrje ndaj Eggmanit. Por që Eggmanit i shpëtonte të lasheve, sa ajo një histori për mua dhe Tails, që Knucklesi ta besonte. Por Knucklesi si naiv që është, e besoi sajisën e historisë së Eggmanit, dhe që të dy nga armiqtë që ishin u bën aleat. Eggmani po shijon ditët e tij të fundit sepse mendoi se aleanca do të vazhdonte me Knucklesin. Por hey, gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Një ditë merret vesh e vërteta. Çfarë do të ndodhë në serinë e fundit? A do të bashkohet Knucklesi me ne? Atëherë na ndiqni.
Tani jemi në serinë e fundit ku do të shikoni aksionin e vërtet midis meje dhe Eggmanit. Pengesa do të ketë, por shokët s'e lën asnjëherë në baltë. Tani Knuckles niset për aventurën e tij të re që t'i bashkohet grupit. Amy dhe Knuckles janë të gatshëm të luftojnë kundër planeve djallëzore të Eggmanit, por edhe të luftojnë me ushtrinë e tij të robotave. Por tani jemi në prag të finales nga kjo betejë, ku Eggmani pretendon se do të fitojë kundrejt meje, por unë kurrë nuk dorëzohem. Por kur ke miq të mirë si Tails, Amy dhe Knuckles, nuk ka asgjë në botë që të ndaloj. Dhe kjo është më se e vërtet. Kjo ishte aventura ime. Hapet faqja më e re në Shqipëri që do të mundësoj seriale dhe filma të animuar nga më të ndryshëm, të gjitha të dubluar në Shqip, duke nisur me një katalog serialesh dhe filmash prej 60 dhe më shumë materiale të ndryshme. Mund të shikoni serialin tuaj të preferuar si Djali Robot, Tigri i Vogël Elbert, Shpirtrat e Betejës ose filma anime si Yu-Gi-Oh, Obligacione për te kohës, Naruto Shippuden, Sonic i Riçi, Shpërtimi i Krishtlindjeve ose shumë të tjera që nuk mbarojnë. Mund të gjeni anime dhe filma vizatimor të rinj në Alptunes që nuk i keni parë ndonjëherë në Shqip, ku për herë të parë do t'i shikoni tek ne. Nuk po gjeni serialin apo filmin që dëshironi? Ja një shembull konkret. Shko në shenjën e kërkimit dhe kërkoni atë që dëshironi. Unë për shembull po kërkoj serialin vizatimor Djali Robot. Dhe ja ku doli rezultati. Më pas po shkruaj Naruto Shippuden. Pra, atë që dëshironi e gjeni tek Alptunes. Por jo vetëm, sepse mund ta shikoni të dubluar vetëm në Shqip, e ku ka më bukur të dëgjosh serialin apo filmin që dëshiron me audio në Shqip, me cilësi maksimale dhe profesionale. Kjo është e saktë, e dëgjove, jep goditjen tënde më të mirë. Na ndiqni në alptunesofficialblogspot.com. Shpërndani webin në rrjetet tuaja sociale ose me miqtë tuaj që të vinë sa më shumë vizitorë. Së shpejti nisim me seriale dhe filma të rinj. Na ndiqni. Hipopotami, Mambo Bambo dhe miqtë e tij Chicos dhe Grinch eksplorojnë gjëra të reja duke krijuar udhëtime, eksplorime me kafshë të egra, lojra të ndryshme me anti-imagjinatës së tyre. Argëtim dhe të qeshura pafund të keni në këtë serial edukativ për fëmijë. Mambo Bambo, çdo të shtunë, ora 18:00 do të jetë premier në Alptunes me nga 2 episode. Na ndiqni.